Dashi. Gjatë ditës së sotme do jeni më vigjilent dhe do i bëni gjërat me më shumë rregull. Për ju që jeni në një lidhje, e sotmja do sjellë ndryshime të rëndësishme. Shumë situata do fillojnë të rregullohen fal qetësisë, mirëkuptimit dhe tolerancës që do tregoni. Ju beqarët do keni një takim mjaft impresionues, i cili mund t'ua ndryshojë të ardhmen një herë e përgjithmonë. Në punë do përballeni me rivalitet të fortë, por nëse nuk dorëzoheni dhe tregoni guxim për të realizuar atë që keni planifikuar, askush nuk do mund t'ju mposhtë. Financat do jenë të stabilizuara, megjithatë është mirë të shmangni investimet më të mëdha se zakonisht, për të mos pasur mungesa nesër. Shëndeti, gjendja është e mirë, por shmangni lodhjen mendore dhe mbi ngarkesën emocionale. Këshilla e ditës, qëndroni të fokusuar dhe mos e humbni besimin në aftësitë tuaja. Demi. Gjatë kësaj dite do jeni të gatshëm të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj për të ndjerë më të plotësuar. Ju që jeni në një lidhje, përpiquni të tregoheni sa më të disponueshëm ndaj partnerit, sepse përndryshe ai mund të kërkojë mbështetje diku tjetër. Ju beqarët do përjetoni një ditë të lumtur, të mbushur me emocione dhe rrahje të forta zemre. Asgjë nuk do jetë më si më parë, por gjithçka do marrë një drejtim shumë më të bukur. Në punë do nisni projekte të reja që do ju marrin më shumë kohë, por që do ju sjellin arritje të rëndësishme. Në planin financiar duhet të vendosni më shumë rregull, sepse nëse i lini gjërat pas dore, mund të përballeni me tronditje. Shëndeti, energjia është e qëndrueshme, por ruani balancën mes punës dhe pushimit. Këshilla e ditës, mos kini frikë nga ndryshimet, por organizojini ato me kujdes. Binjakët. Gjatë kësaj dite nuk do jeni shumë të duruar dhe mund të bëni gabime të njëpasnjëshme. Ju që jeni në një lidhje do përjetoni ndryshime të shpeshta humori, herë do dashuroheni pa mas, e herë do debatoni pa arsye. Kujdes me çdo fjalë dhe gjest, sepse situata mund të përkeqësohet më shumë nga sa mendoni. Ju beqarët do preferoni aventura kalimtare dhe pasionante, ndaj do i shmangni ftesat për lidhje serioze. Në punë, një angazhim i marrë së fundmi do kërkojë të ndërmerrni disa rreziqe. Lodhja do ndihet më shumë se zakonisht. Buxheti do jetë delikat, pasi nuk do arrini të tregoheni të matur me shpenzimet. Shëndeti, nervozizmi dhe lodhja mund të ndikojnë negativisht. Pushoni sa herë të jetë e mundur. Këshilla e ditës, para se të reagoni, ndaluni një çast dhe mendoni pasojat. Gaforja. Dielli do ua zbukuroj ditën dhe nuk do jeni më nervoz si më parë. Ju që jeni në një lidhje do ndiheni më të qetë dhe do bëni gjithçka për ta përmirësuar marrëdhënien me partnerin. Do afroheni më shumë me të dhe do pranoni ta dashuroni pa rezerva. Ju beqarët do shfrytëzoni hijeshin tuaj dhe do arrini të fitoni zemrën e dikujt. Në punë do tërhiqni vëmendjen e të gjithëve me arritjet tuaja. Do jeni këmbëngulës dhe pothuajse të pakonkurrueshëm. Buxhetin do dini ta menaxhoni shumë mirë dhe nuk do keni tronditje financiare. Nëse familjarët ju kërkojnë ndihmë financiare, do mund t'ua jepni. Shëndeti, gjendja emocionale përmirësohet ndjeshëm. Kujdesuni për qetësinë tuaj të brendshme. Këshilla e ditës, hapja dhe sinqeriteti forcojnë çdo marrëdhënie. Luani. Dita e sotme pritet të jetë pozitive dhe e favorshme. Shumicën e kohës do jeni me humor të mirë. Ju që jeni në një lidhje do tregoheni shumë besnik ndaj partnerit dhe marrëdhënia me të do përmirësohet ndjeshëm. Buzëqeshja nuk do ju largohet për asnjë çast nga fytyra. Ju beqarët do tundoheni nga disa persona që do ju afrohen në ambientin e punës, por nuk do keni mundësi të veproni. Në punë duhet ta pranoni pa hezitim postin e ri që do ju ofrohet, sepse vetëm kështu do përparoni në karrierë. Financat do i menaxhoni me maturi dhe realizëm, ndaj nuk do hasni probleme. Shëndeti, energjia është e mirë, por shmangni teprimet fizike. Këshilla e ditës, pranoni mundësitë që ju ofrohen pa hezitim. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite do jeni të zymë, sepse gjërat nuk do ecin ashtu siç keni dëshiruar. Ju që jeni në një lidhje do kaloni momente të vështira dhe në disa raste do ndiheni vërtet keq.
Ju beqarët, përkundrazi, do përjetoni një ditë elektrizuese dhe shumë të veçantë. Do ndjeni emocione të reja dhe her pas here do ju duket sikur ndodheni në një botë tjetër. Në punë, pavarësisht përpjekjeve, nuk do arrini t'i përfundoni gjërat ashtu si duhet. Kjo do ju mërzis, por nuk do keni shumë në dorë për ta ndryshuar situatën. Financat kërkojnë vigjilencë të vazhdueshme për të mbajtur ekuilibrin. Shëndeti, stresi emocional mund të ndikojnë në mirëqenie. Pushimi dhe qetësia janë të domosdoshme. Këshilla e ditës, mos u dorëzoni përballë vështirësive të përkohshme, dita e nesërme sjell qartësi. Peshorja. Sot do tregoni karakter të fortë dhe do bëni gjithçka që është në dorën tuaj për t'ia dalë mban. Ju që jeni në një lidhje duhet të përpiqeni të ndryshoni rutinën, sepse monotonia mund të dëmtojë një marrëdhënie të ndërtuar me shumë mund. Ju beqarët do pëlqeni disa persona, por nuk do gjeni guximin për t'ua shprehur ndjenjat, ndaj edhe sot do mbeteni vetëm. Në punë gjërat do evoluojnë ndjeshëm dhe do ndiheni më të sigurt në vetvete. Do e ndjeni veten gjithnjë më të gatshëm për të marrë një postë të ri. Financat do i mbani nën kontroll dhe në mbrëmje mund të shpenzoni për një darkë me të afërmin. Shëndeti, gjendja fizike do jetë e qëndrueshme, por shmangni stresin mendor dhe gjeni kohë për relaks. Këshilla, mos e lini frikën t'ju ndalë të shprehni atë që ndjeni vërtet. Akrepi. Falë ndikimit të Hënës dhe Jupiterit, gjërat do ecin mjaft mirë për ju sot. Nëse jeni në një lidhje, dialogu dhe mirëkuptimi do mbizotërojnë gjatë gjithë kohës. Marrëdhënia me partnerin do jetë aq e bukur, saqë të tjerët do ju kenë zili. Ju beqarët do jeni më sharmantë se kurrë dhe do e keni të lehtë të fitoni vëmendjen e kujtdo që pëlqeni. Në punë do ndiheni gati për të nisur projekte konkurruese dhe do e shihni veten një hap përpara të tjerëve. Financat do lënë pak për të dëshiruar, ndaj kursimi do jetë i domosdoshëm. Shëndeti, energjia do jetë e lartë, por mos e neglizhoni ushqimin dhe oraret e pushimit. Këshilla, shijoni suksesin, por mos harroni të tregoheni të matur me shpenzimet. Shigjetari. Gjatë kësaj dite nuk pritet të ndodhë ndonjë gjë e jashtëzakonshme dhe her pas here do mërziteni. Ju që jeni në një lidhje mund të ndjeni se rutina po ju rëndon dhe emocionet po zbehen. Mundohuni të sillni risi për ta gjallëruar marrëdhënien. Ju beqarët do tregoheni impulsiv dhe do pranoni shoqëri që nuk ju përshtatet. Në punë do merrni iniciativa të reja dhe do ecni të udhëhequr nga idealet tuaja. Një koleg mund t'ju bëjë propozime interesante. Financat do përmirësohen ndjeshëm falë ndikimit pozitiv të Jupiterit. Shëndeti, do ndiheni mirë, por luhatjet emocionale mund t'ju lodhin. Qetësia është çelësi. Këshilla, mos veproni me nxitim, sidomos në jetën personale. Britsjapi. Sot do vlerësoheni nga të tjerët dhe do përmirësoni marrëdhëniet me persona me të cilët më parë keni pasur debate. Në dashuri, dita do jetë e bukur dhe marrëdhënia me partnerin do ecë për mrekulli. Ju beqarët nuk do mendoni shumë për jetën sentimentale, sepse do jeni të fokusuar në çështje më të rëndësishme. Në punë do jeni tepër të angazhuar dhe lodhja do ndihet fort, madje her pas here do mendoni edhe të hiqni dorë. Financat do jenë pika më e dobët e ditës dhe kërkojnë kujdes maksimal. Shëndeti, lodhja fizike dhe mendore do jetë e pranishme. Pushoni më shumë. Këshilla, mos merrni vendime të nxituara kur jeni të raskapitur. Ujori. Sot mund t'ju duket sikur jeni mbi të tjerët dhe kjo do ju bëjë më mendje mëdhenj. Në çift do tregoheni kritik ndaj partnerit dhe marrëdhënia mund të destabilizohet. Debatet mund të ashpërsohen, pasi të dy palët do e kenë të vështirë të kontrollojnë veten. Ju beqarët kanë gjasa të afroheni me dikë që shumë shpejt mund të zërë një vend të rëndësishëm në zemrën tuaj. Në punë, vetbesimi i lartë do ju hap shumë dyer dhe planetët do ju mbështesin. Financat do jenë të qëndrueshme nëse i menaxhoni me kujdes. Shëndeti, kujdes me tensionin nervor dhe reagimet impulsive. Këshilla, përulësia dhe durimi do ju shmangin konfliktet e panevojshme. Peshqit. Mërkuri do sjell herë gëzim e herë trishtim në jetën tuaj.
Për disa çështje do hasni vështirësi. Ju që jeni në një lidhje do përjetoni një ditë me kontraste. Në mëngjes gjithçka do duket e qetë, në mesditë do shfaqen problemet dhe pasdite mund të ketë tension. Zemra nuk do ndihet plotësisht e qetë. Ju beqarët duhet të shmangni hapat e nxituar. Në punë motivimi nuk do ju mungoj, por frika për të guxuar do ju pengoj. Do ju duhet mbështetja e dikujt të besuar. Financat do jenë të kënaqshme dhe do arrini të përballoni shpenzimet e nevojshme pa vështirësi. Shëndeti, ndjeshmëria emocionale mund të ndikojë në gjendjen fizike. Kujdesuni për veten. Këshilla, besoni më shumë në aftësitë tuaja dhe mos kini frikë të hidhni hapa përpara. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.